Valentina, si përmarrësit kanë shumë presion, si më thonë, kanë shumë gjana me bë çdo ditë, kanë shumë vendime për me marrë risqe për me ndërmarrë etj. Sa ja sugjeron edhe sa rëndësishme mendon se është për një sipërmarrës me shku te psikologu? Çdo individ që ka ngarkesa dhe që ndjen frustrime dhe që e ndjen që janë prishur balancat, që është prishur fokusi, pra nuk ka të njëjtën vëmendje më, nuk ka më të njëjtin produktivitet, shumë e rëndësishme. Asaj sipërmarrësit apo instanca që kanë shumë punonjës, mirë do ishte që të ishte ai psikologu organizacional që po diskutonin dhe pak më parë. Pra është i specializuar për të trajtuar grupe në punë. Për të pasur balanca, për të rritur produktivitetin në punë, për të rritur mirëqenien psikoemocionale, sepse ne e dim shumë mirë që një njeri i shëndetshëm është më produktiv se sa një njeri që është duke vuajtur disa ngjarje se disa përjetime të tashme ose të shkuara. Super. Nëse e kam saktë si informacion, Freudi thotë që mendimet ose emocionet që ne i bëjmë repres, që i shtypim, do vi një moment që do dalin pak më vonë. Deri në çfarë pike mund t'i bëjmë repres, si më thonë, emocioneve? A duhet t'i lajmë gjitha emocionet me dal, apo duhet kemi një lloj vetë përmbajtje deri diku? Freudi ka folur shumë për të pavetdijshme. Dhe e pavetdijshme është diku te 75%. Pra 75% e jona nuk duket. 25 është ajo që duket. Çdo gjë që ne represojmë do pulsojë dhe do kanalizohet në një moment të dytë. Kryesisht ankthi dhe ataku i panikut është kryesisht një represim i jetës tonë, gjatë gjithë jetës tonë, i përjetimeve tona. Dhe vjen një moment ato zgjohen dhe duan të dalin në vetdijen tonë. Dhe mënyra se si manifestojnë, dhe mënyra se si dalin janë pikërisht nëpërmjet tyre simptomave. Njerëzit e quajnë si gjën më të tmerrshme atakun e panikut ose anktin, kurse unë i them që sapo keni evidentuar që ka një gjë që nuk shkon dhe duhet ta falenderoni simptomën që po ju lajmëron që keni një ngarkesë gjatë gjithë jetës që ka nevojë të zgjohet dhe të elaborohet dhe të trajtohet. A ke ndonjë sugjerim, ndonjë libër për shembull, që mund të jetë kështu, mund ta luajnë pak atë rolin e psikologut? Terapeutik. Kryesisht lexoj shumë libra që janë të fushës. Gabor Mate, Kur trupi thot jo, për shembull është një nga librat më të bukur. Tjetër libër shumë të bukur janë të Irvin Yalom. Të gjithë librat e Irvin Yalom. Gabor Mate është një nga autorët e mi të fundit, mezi pres që të dali çdo botim dhe ti marrë dhe ti lexoj. Kryesisht janë të fushës këta. Po dhe Jungun e preferoj shumë. Pra shumë afër dhe me Freudin, ose prafërsisht që kanë ato mendimet e tyre, por që janë më të thelluar, nëse do thosha Freudi apo Jungu, por shumë më funksional dhe më narrativ janë Irvin Yalom dhe Gabor Mate. Këta më vinë për momentin se ka pafund. Mund të sugjeroja libra. Të kuptoj. Me sa di unë, te psikologu shkojmë domethënë për çështje psikoemocionale. Po